Nuk kemi thjesht njerëz të dobët e qaraman, por ne kemi autoritet dhe ne kemi fuqi. Më i madh është ai që është në ne, se sa ai që është në botë. Do të flasim sot në lidhje me mbretërinë e padukshme, e cila është quajtur mbretëria e Perëndisë. Gjëja e parë që Jezusi tha në shërbesën e tij publike është: pendohuni se mbretëria e qiejve është afër. Faktikisht, përgjatë gjithë Testamentit të Ri flitet për mbretërinë e Perëndisë dhe mbretërinë e qiejve. Dhe unë mendoj se sa shumë nga ne ende nuk e kuptojnë plotësisht se çfarë është kjo. Dëgjoni, ne jetojmë në Shtetet e Bashkuara, vend që mund të themi se është një lloj mbretërie. Mbretëria e Bashkuar është quajtur një mbretëri, por ka edhe një mbretëri tjetër brenda kësaj që ne nuk e shohim me sytë tanë fizik, por ajo është në fakt më e rëndësishme se ajo që shohim me sy fizik. Pali u lut që sytë e mendjes së tyre të ndriçoheshin, që ata të mund të dinin të vërtetën. Kështu, unë kam këta sy, por kam gjithashtu edhe sytë e mendjes me të cilët unë mund të shoh gjëra, por i shoh përmes besimit. Unë i shoh ato sepse besoj në fjalën e Perëndisë dhe unë besoj se ajo që besoj kaq fuqishëm nuk mund të largohet kur nga unë. Të besosh shumë pak është një gjë, por është gjë tjetër të besosh plotësisht. Ju mund të arrini në pikën ku jo thjesht besoni diçka, por e dini. Po them ju absolutisht e dini se e dini. Një nga gjërat shumë të rëndësishme ku ne duhet të rënjosemi është njohuria se sa shumë ju do Perëndia juve dhe pas një kusht. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa kjo. Mos thoni kur keni një sprovë në jetë, e po Perëndia nuk më do. Po, Perëndia ju do. Fjala e Perëndisë thotë se duhet të rënjosemi e themelohemi në këtë dashuri. Ajo thotë se si ne mund të jemi më shumë se fitimtar tek Romakëve 8. E dini ç'do të thotë jesh më shumë se fitimtar? Do të thotë se ju e dini që e keni fituar betejën para se të fillojë lufta. Kjo është një mënyrë e fuqishme jetese. E dini, ne jemi duke ecur përmes diçka e tani dhe e dim se si ajo do të përfundoj. Por, kur po kalojmë përmes saj, pikërisht atëherë duhet të mbajmë në mendje se e dim si përfundon. Nuk e kemi parë ende atë, por ne e dim se do të përfundoj mirë. Unë krijova një zakon 2 vitet e fundit që është se pavarësisht se çfarë kaloj, unë them, kjo do të përfundoj mirë. Kjo do të përfundojë mirë dhe Perëndia do të nxjerrë diçka të mirë prej saj dhe unë do të di diçka që nuk e dija më parë dhe do të jem një njeri më i mirë nga sa isha më parë. Dëgjoni, ju mund ta inkurajoni veten tuaj kur po kaloni vështirësi. Sa nga ju janë duke kaluar diçka të vështirë në jetën e tyre? Mirë, ju keni ardhur këtu sot sepse doni të inkurajoheni dhe unë dua t'ju inkurajoj dhe kur e kuptoni se ka shumë gjëra që po ndodhin në jetën tuaj që nuk i shihni, këto gjëra të mira janë shumë inkurajuese. Fakti që ju nuk shihni se po ndodh diçka në jetën tuaj nuk do të thotë se asgjë nuk po ndodh. Perëndia bën shumë punë pas skuintave para se ajo të manifestohet realisht në jetën tuaj. Amen. Po them, ju më shihni mua sot, por ju nuk e keni iden se sa shumë punë është bërë me mua para se unë të arria te kjo gjë sot. Nuk do t'ju shpjegoja dot edhe sikur të përpiqesha. Si mund të arrish nga ku isha unë, këtu ku jam sot? Një hap pas tjetrit, një ditë pas tjetrës, duke mos u dorëzuar, e duke mësuar, duke mësuar prapë e duke mësuar. Dhe ka shumë gjëra që unë nuk i di, por mund t'ju them atë që di. Unë e di se e di që e di se Perëndia më do mua. Dhe unë e di se ai kush do të rresh së më dashuri. Në Bibël Jezusi tha, nëse
ju më doni mua, do të zbatoni urdhërimet e mia. Ai nuk tha se do të na donte më shumë, sikur të zbatonim urdhërimet. Ai tashmë e bën këtë, dhe për shkak se ai na do, ne duhet të reagojmë në një mënyrë të përshtatshme. Duke qenë të bindur, dhe një fjalë që unë e përdor shpesh, do ta përdor edhe sot këtu. Unë mendoj se për disa njerëz është si fjalë e keqe, por sakrificë. Nëse ju do të jeni ai lloji krishteri që Perëndia do të jeni, dhe vërtet të shkundni botën dhe të jetoni, jo thjesht të jetoni për veten, dhe vetëm pasi Perëndia t'ju ketë dhënë një gjë tjetër që ju doni, të mendoni se ajo do t'ju bëjë të lumtur. Ka edhe shumë më shumë se kaq. Përjetësia është, po ju them, për gjithmonë. Ne nuk mund ta kuptojmë atë me mendjen tonë. Keni lexuar tek Zanafilla gjenealogjin e disa brezave të parë, dhe ajo ishte shumë e fuqishme dhe ishte shumë e fortë, dhe që nga fillimi ishte Adami jetoi 930 vjet, dhe bitë e tij 912 dhe 905, dhe pastaj Methuselahu jetoi 969 vjet, dhe djallit ju desh vërtet një kohë gjatë na mësonte si të vdisnim. Siç keni lexuar, koha e jetës u bë më e shkurtër e më e shkurtër, dhe a e dini pse? Sepse sa më shumë hyn mëkati në botë, aq më shumë ndikon në çdo gjë në jetën tonë. Amen. Dhe kështu, nëse ju doni të keni atë lloj jete, dëgjojeni këtë. Nëse ju doni të keni atë lloj jete që Jezusi ju ka premtuar, s'po them veç të flisni për të, s'po them vetëm të dëgjoni predikime, po them ta jetoni. Nëse ju doni të keni gëzim dhe të keni paqe dhe të dini kush jeni në Krishtin, dhe ta shihni Perëndin të bëj vërtet të pamundurën përmes jush, atëherë duhet të ndiqni shembullin e Krishtit që sakrifikoi gjithçka për ne, dhe kur Perëndia ju kërkon të bëni vërtet ndonjë sakrificë të vogël, ju nuk duhet ta kundërshtoni kur atë. Perëndia nuk përpiqet të marrë asnjëherë asgjë nga ju, por gjithmonë përpiqet t'ju jap gjithçka. Amen. Kështu, sa nga ju në një farë mënyre e kuptojnë se ka një mbretëri ndryshe që ne nuk e shohim, por unë mendoj se ne duhet ta mbajmë më shumë në mendje atë. Çfarë na thot Kolosianëve 3? Mbajeni mendjen tek gjërat që janë lart dhe jo tek gjërat mbi tokë. Sepse jeta juaj e vërtet është e fshehur me Perëndin në Krishtin. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të silleni vërdall thjesht duke menduar për qiellin dhe, e dini, jo thjesht të jeni jo realiste, të mos përballeni me të vërtetën për asgjë, por ju duhet, e dini çfarë? Nëse e keni të vështirë të flini natën, kjo është ajo që unë bëj. Dhe është mirë ta bëni sepse Perëndia na thotë të bëhemi si fëmijë të vegjël. Kështu, ju mund të bëni gjëra që nuk janë vërtet për të rritur. E dini, nëse doni të kënaqeni me Perëndin. Unë rrishtrir në shtrat natën, kur pres të më zër gjumi, dhe mendoj se si do të jetë kur Perëndia të ketë mbaruar punë me mua këtu. A do të vi të më marrë, do të ecë me mua përmes portave me perla, a do të më takoj, dhe kështu, sikur e imagjinoj këtë, si do të jetë takimi me të, për çfarë do të flasim, dhe thjesht sa ndryshe do të jenë gjërat, do t'ju zër gjumi shpejt kur mendoni për këto gjëra. Nëse do të shqetësoheni, djalli do t'ju mbajë zgjuar gjithë natën. Apo më dëgjoni? Por nëse ju filloni ta mbani mendjen tek Perëndia, do t'ju zër gjumi shumë shpejt. E dini, mendoj se arsyeja pse Perëndia nuk na tregon më shumë nga sa na tregon se si do të jetë qielli, po them ka disa gjëra për të, nuk ka lot, nuk ka vajtim, nuk ka trishtim. E dini, do të jetë shumë bukur, rrugët me are, gjëra të tilla, por ka shumë gjëra që ne nuk i dim. Ne nuk e dim saktësisht do të bëjmë atje dhe gjëra si këto. Dhe unë mendoj se arsyeja pse Perëndia nuk na tregon më shumë është sepse është kaq e mrekullueshme, sa që ne nuk do ta kuptonim, edhe sikur ai të përpiqej të na tregonte. Kjo është arsyeja pse kur lexoni zbulesën thoni, çfarë?
sepse Gjoni pati një vizion të këtyre gjërave qellore, por ai po përpiqet t'ju shpjegojë atyre me terma që njerëzit mund t'i kuptojnë. Dhe unë thjesht mendoj se do të ketë gjëra kaq të mahnitshme, kaq të mrekullueshme kur ne të dalim prej këtij trupi. Imagjinoni lirin. Të hash e të mos shtosh në pesh. As celulit. Muskuj pa bërë asnjë ushtrim. Nuk e di, kjo thjesht do të jetë absolutisht e mrekullueshme. Kështu, ne jetojmë në këtë mbretëri të padukshme dhe tek 1 Korintasve 13 thuhet se para se të vijë ajo ditë, pikërisht tani ne jetojmë sikur shohim në një pasqyrë të errët. Dhe ne i shohim gjërat, por në mënyrë të mjegullt, në një farë mënyre sikur i shihni disa gjëra, por nuk i shihni qartë. Por kur të vi ajo ditë e madhe, kur Krishti të vi të na marrë, na thuhet se do ta shohim faqe për faqe. Oh, sa gjë e bukur! Ne do ta shohim atë faqe për faqe dhe ne do të tani e dim këtë pjesërisht, por atëherë do ta dim plotësisht. Dhe për të gjitha gjërat për të cilat kemi pyetje tani, do të marrim përgjigje një ditë, por kur të merrni përgjigje, nuk do t'ja dini. Ne zakonisht e çmendim veten tonë me pyetje. Tek Mateu kapitulli 16, duke filluar nga vargu 13, thuhet, dhe pastaj Jezusi mbasi mbërriti në krahinën e Cezares në Filipi, i pyeti dishepujt e vet, kush thon njerëzit se jam unë i biri i njeriut? Dhe ata thanë, disa Gjon Pagëzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia ose një nga profetët. Ai u tha atyre, po ju kush thoni se jam unë? Dëgjoni, s'mund të shkoni në qiell nga që trashëgoni besimin e mamas. Duhet të keni ecën tuaj me Perëndin. Duhet të keni besimin tuaj, duhet ta njihni vetë atë. Po ju kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe nuk mendoj se mund t'ju shpjegoj mjaftueshëm mënyrën se si këto fjalë kanë tingëlluar. Ti je, kush thoni se jam unë, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe Jezusi u tha, i lumur je ti o Simon, biri jona, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi, as gjaku, por Ati im që është në qiej. Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Tani, shkëmbi për të cilin Jezusi po flet nuk është Pietri, është besimi i Pietrit. Është shkëmbi i besimit ton. A i thot, unë do të jap çelsat e mbretërisë së qejve. Ju e dini se sot do të flasim në lidhje me çelsat, sepse çelsat janë ata që hapin dyert. Dhe kështu ka shumë gjëra për të cilat Bibla thot se janë tonat, por duket sikur ne nuk dim se si t'i marrim ato. Ne dëgjojmë predikime për këto gjëra, lexojmë libra, por të jemi të sinqert në realitet, ne faktikisht nuk e përjetojmë këtë në mënyrë të përditshme. Ne mund të kemi paqen që ja tejkalon çdo zgjuarësie dhe mund të jetojmë në prehjen e Perëndisë. Por shumë nuk e bëjnë këtë. Bibla thot se mund të kemi gëzim të papërshkrueshëm dhe plot me lavdi. Jo gëzimin e kësaj bote, por gëzimin e Zotit. Por sa nga ju njohin të krishterë që janë vazhdimisht të lumtur. Një nga synimet tona më të mëdha duhet të jetë të qenit konstant. Pozitiv gjatë gjithë kohës, në lutje gjatë gjithë kohës, të bindur gjatë gjithë kohës, të gëzuar gjatë gjithë kohës, në paqe gjatë gjithë kohës. Lëreni botën të bëjë atë që do të bëjë.
por ju i mbani sy tek Jezusi. Ne ecim nëpërmjet besimit dhe jo vizionit. Amen. Kështu, dhe unë do të jap çelësat e mbretërisë së qiejve. Gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qiej dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur në qiej. Ai po u jep Pjetrit dhe kishës autoritet. Nuk kemi thjesht njerëz të dobët e qaraman, por ne kemi autoritet dhe ne kemi fuqi. Më i madh është ai që është në ne se sa ai që është në botë. Hiqeni nga fjalori fjalën nuk mundem, thjesht largoheni nga fjalori juaj. Ka edhe kohë kur duhet të pranojmë se nuk mund ta bëjmë diçka. Dhe nuk mund të bëni çdo gjë që doni të bëni vetë, por çfarëdo që Perëndia ju thotë ta bëni, ju mund ta bëni. Apo më dëgjoni, pas ka disa njerëz të lumtur këtu në radhët e para. Ndonjëherë ne duam të kemi autoritet mbi djallin dhe nuk arrim të kemi autoritet as mbi një lavaman me pjata të palara. Po them, ne duhet të fillojmë me gjërat praktike. A mund t'ja dilni mbar një ditë pa u ankuar? Le ta provojmë këtë. Një ditë, a mund ta kaloni vetëm një ditë pa mërmëritur dhe pa u ankuar për ndonjë gjë? Edhe për këtë duhet një mrekulli. Por e dini çfarë? Një nga çelësat për jetesën në mbretëri është një qëndrim mirënjohës, jo një qëndrim mërmëritje dhe ankesash. Ja edhe një gjë tjetër, mbretëria e Perëndis ka të bëjë me gjithçka që është pozitive. Ju nuk mund të jeni negativ dhe të shijoni jetesën në mbretëri. S'mund të jeni të lumtur nëse jeni negativ. S'mund të jeni të lumtur nëse jeni egoist. Janë pikërisht gjërat e thjeshta, gjërat e vogla ato që mund të bëjnë një ndryshim rrënjësor në jetën tonë. A e dini se disa nga ju mund të kalojnë menjëherë nga të qenit negativ në pozitiv? Mos u bëni njerëz negativ dhe ankues dhe grindavec që e shojnë gotën për gjysmë. Lumturohuni. Amen. Por e dini çfarë? Perëndia do të bëjë më shumë mrekulli për ne, ai do të bëjë më shumë gjëra të mëdha, por nuk mund t'i bëjë nëse ne do të ankohemi gjatë gjithë kohës e të jemi negativ dhe grindavec. Kështu po e them përsëri. Filloni duke u përpjekur të kaloni një ditë të tërë pa bërë asnjë ankesë. Pra ka çelësa. Është bukur kur merr çelësin e një dere. Ata na japin autoritet. Dhe ju keni autoritet. Tek Luka 10:19 më pëlqen shumë, na thuhet ja, që do të thotë dëgjoni e shihni, unë ju dhash pushtet dhe autoritet mbi çdo pushtet që ka armiku. Tani, ju lutem vini re, se armiku ka fuqi, por ju keni diçka që ai s'e ka, ju keni fuqi dhe autoritet. Dhe i vetmi autoritet që armiku ka, është ai që ja jepni ju kur ju mungojnë njohuritë. Ai nuk kishte autoritet mbi Adamin dhe Evën, derisa i gënjeu dhe ata e besuan dhe ranë në kurth. Dhe ne duhet të jemi të urtë mjaftueshëm që ta njohim armikun ton. Libri i Mirit titullohet Betejë juaj përket Perëndis, por nuk do të thotë se ju nuk keni asgjë për të bërë. S'mund të fitoni një betejë nëse nuk shkoni në luftë. Amen. Kështu, unë dalem disa herë në ditë dhe thjesht mendoj, ka ëngjëj përreth meje kudo ku shkoj. Dhe siç e kam thënë më parë, ato nuk janë ato bebet e vogla bullafiqe, me krahët me pupla mbi kurriz. Po them, pikturat që sajojnë njerëzit dhe që përfaqësojnë gjërat e Perëndis. Ndoshta sa të shihnim ëngjëllin e parë, do të bini me fytyrën në tokë. Me një frikë nderuese, sigurisht nuk do të ishte një bebe bullafiqe që fluturon. Perëndia ynë është i mahnitshëm. Por unë doja t'ju flisja sot dhe në fakt kam folur në këtë takim me ju, por doja të kthehesha tek pika e fillimit, tek ajo që është çelësi.
Ka disa çelësa, por është një çelës kryesor, dhe ai është thjesht ai besim që ne shohim tek Pjetri. Kur ai tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe nuk e di për ju, por ndonjëherë mua më nevojitet një bisedë e mirë në lidhje me qëndrimin në besim. Sepse besimi është i lehtë derisa djalli na vihet pas me dyshime dhe mosbesim. Dhe këto dyshime dhe ky mosbesim vijnë nga që i kushtojmë shumë vëmendje asaj që shohim dhe ndjejmë. Dhe jo aq shumë vëmendje mbretërisë që nuk mund ta shohim, dhe duke besuar atë që Perëndia thot për atë që ndodh në këtë atmosferë, më shumë se sa besojmë atë që shohim pikërisht këtu. Shteti i Mizurit është quajtur shteti më trego. Unë do të doja të mos quhej kështu, me që jetoj atje, por kështu është. Dhe në botë ky është pak a shumë qëndrimi, po ti ma trego, pastaj unë do ta besoj. Por nëse do të mendoni për ekonominë e Perëndisë, ju duhet të mësoni të jeni plotësisht e kundërta. Unë do ta besoj dhe pastaj do ta shoh. Ne gjithmonë besojmë në fillim, ndonjëherë për një kohë të gjatë, në mes të së cilës ka edhe sprova, por nëse ju nuk dorëzoheni, mos u lodhni së bëri të mirën dhe do të korni në kohën e duhur, po të mos lodheni. Kur djalli ndesh dikë që refuzon të dorëzohet, nuk e ka të gjatë. Amen. Hebrejve 11. Çfarë është besimi? Më pëlqen të lexoj shpesh herë kapitullin 11 e Hebrejve, është i bukur. Aty thuhet besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Besimi është vetë thelbi, thot Bibla e amplifikuar, pra është një gjë reale dhe ajo ka një thelb. Besimi është thelbi i gjërave që ne shpresojmë dhe prova e gjërave që nuk i shohim. Kështu, unë nuk do ta kem në të natyrshmen derisa në fillim ta kem përmes besimit. Kur fillova të shërbeja Perëndis, unë besoja se duke qenë se isha abuzuar, do të isha e kënaqur të kisha një jetë të dorës së dytë. Nuk e kisha menduar kur në atë kohë se do të bëja këtë që po bëj tani. Po them vërtet është një mrekulli. Por e dini nuk ishte diçka që thjesht ndodhi krejt papritur. Po them duhej shumë punë e vështirë dhe shumë sakrifica dhe pishina të mbushura me lot dhe dorëzim dhe fillim nga e para, dorëzim e fillim nga e para, e dorëzim e fillim nga e para. Dëgjim predikimesh, lexim librash, leximi i Biblës dhe leximi i Biblës. Kjo nuk është thjesht e dini e bërë me një dubël. Ju nuk mund të keni një jetë të tërë me probleme e të shkoni në kish 2 herë e të zemroheni me Zotin nëse gjithçka nuk rregullohet. Më kujtohet një zonjë që erdhi tek unë. Unë isha diku në një shtet tjetër, nuk më kujtohet se ku. Kjo ishte në kohën kur kishim pak njerëz në takime. Mund të lutesha për të gjithë në fund dhe ajo erdhi tek unë. Ajo më pa dhe tha, më kthe parat mbrapsht. Unë i thash, nuk e kuptoj për çfarë po flet. Ajo tha, dëgjoj, unë kam bërë gjëra që ti më the të bëja për 3 javë dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Sinqerisht mezi e ka mbajtur të qeshurën. Ne i japim djallit 50 vite të na shkatërroj, por s'duam t'i japim Perëndis më shumë se 3 javë të na rregulloj.